Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka reaguar pas vendimit të Sirisë për të njohur pavarësinë e Kosovës, duke cilësuar të pritshëm për shkak të ndikimit të madh të Turqisë në Damask. Ai gjithashtu e ka krahasuar këtë situatë me njohjen e Kosovës nga Sudani, duke sugjeruar se disa shtete janë duke vepruar sipas urdhrave të fuqive rajonale. Është e qartë se kur vjen dikush në pushtet që është në ndikimin e madh të një prej vendeve kryesore në rajon, sikurse është Turqia, kjo edhe pritej, ka theksuar presidenti serb, teksa dhe ka lartësuar figurën e ish diktatorit sirian Bashar al-Assad, i cili për dekada i ka thënë jo njohjes së pavarësisë Kosovës. Në Siri ata marrin urdhër dhe veprojnë. Është vështirë të ruhet pavarësia në vendimarrje, sikurse në kohën e Asadit, ka theksuar Vučić. Ndryshe në bazë të deklaratave zyrtare pas vendimit, njohja reciproke midis Kosovës dhe Sirisë ka ardhur si rezultati ndërmjetësimit të Arabisë Saudite, një prej fuqive më me ndikim në lindjen e mesme, në mbështetjen e drejt për drejt të Turqisë. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për të diskutuar mbi këto zhvillime kam të ftuar zotin Islam Qerimi, profesor doktor. Zoti Qerimi, ju përshëndes. Gjithashtu përshëndetje nderuar Grizela nga Prishtina. Zoti Qerimi, për ta nisur me insertin që dëgjuam së bashku pra pas vendimit të Sirisë për të njohur pavarësinë e Kosovës, presidenti serb Aleksandar Vučić ka reaguar me tone të ashpra duke lidhur këtë akt pra me ndikimin e Turqisë në Damask. Pyetja shtrohet nëse po përpiqet tashmë presidenti serb Aleksandar Vučić të ndërtojë një narrativ pra ku çdo njohje e re e Kosovës parashitet si një produkt pra i manipulimit turk për të shmangur kështu edhe përgjegjësinë diplomatike të Serbisë. Për shumë bukur, vetë pyetja pothuajse jep një përgjigje sakt, sepse Serbia tash është në një presion të madh diplomatik, veçanërisht pas njohjes së fundit nga Siria, edhe nga disa shtete afrikane. Pra siç e dim, në organizatën e Kombeve Bashkuara janë 194 shtete, ndërsa deri më tani e ka njohur 120 shtete. Pra gati 2/3 ku nëpërmjet kësaj mënyre do të mund të antarësoj Kosova edhe nëpërmjet kësaj mënyre, pra nëpërmjet kësaj forme do të bëjë si antar i rregullt i Kombeve Bashkuara. Për këtë arsye, ai gjithnjë mendon të shfaqsohet si në aspektin e rrafshit diplomatik të jashtëm, po ashtu edhe të brendshëm, duke theksuar se e tëra kjo vjen nga Turqia. Sidomos pra nëpërmjet kinse, manipulimit turk, ndikimit Ankaras, mundohet pra përgjegjësinë ta hedhë tek Turqia, shumë e saktë. E qartë, zoti Qerimi, nga ana tjetër Vučić e ka lavdëruar ish presidentin sirian Bashar al-Assad për shndrimin e tij pra kundër njohjes së Kosovës, duke e krahasuar me pavarësinë e humbur të qeverisë aktuale në Damask. Çfarë tregon kjo simpati e Vučić për Asadin, për mënyrën se si Beogradi e koncepton nga ana tjetër demokracinë dhe sovranitetin në arenën ndërkombëtare? Për Vučićin dhe elitat serbe, sovraniteti nënkupton të drejtën e plot shtetit për të vepruar pa ndërhyrje të jashtme. Edhe nëse kjo do të thotë shtypje opozitës dhe kufizim i lirive. Prandaj, në këtë kuptim dua të them se Serbia e sotme e gjen tek Siria Asadit një aleat analogjik ideologjik, një shtet që ka rezistuar, pra dhe tani reziston ndaj presioneve perëndimore, kinse në emër të asaj pavarësie kombëtare, pavarësisht pasojave që sjell për demokracinë dhe të drejtat e njerëzit. Pra kjo logjik e Vučićit përputhet në mënyrë të plot sipas atij qëndrimi autoritar të al-Basharit, atina pra, kryetarit ish presidentit të Sirisë, prandaj ai më tepër është interesuar për mbrojtjen e sovranitetit dhe stabilitetit, por jo patjetër edhe për ruajtjen e demokracisë. E qartë, zoti Qerimi, sipas burimeve diplomatike, njohja e Kosovës nga Siria pra ka ardhur përmes ndërmjetësimit të Arabisë Saudite dhe mbështetjes së Turqisë nga ana tjetër. Pyetja lind nëse apo hyn tashmë çështja e Kosovës në një fazë të re ku fuqitë e lindjes së mesme po marrin ndërkaq edhe rolin e ndërmjetësve në vend të Bashkimit Evropian dhe SBA-s. Për shumë e saktë, ka ndryshuar tash edhe faktorët ndërmjetësues pothuajse në rrafshin global. Përderisa kishte ngërç politik edhe ka ende ngërç të thellë politik në procesin e ndërmjetësimit të Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë,
tani kjo besueshmëri e Brukselit në një farë mënyrë ka filluar të zbehet. Për këtë arsye, kanë filluar faktorë të tjerë ndërkombëtar të dalin pra në skenë apo në dritë dhe tashmë kanë dalur Turqia, Katari, Arabia Saudite, të cilët në një farë mënyrë janë duke përfshirë edhe në terrenin e Ballkanit. Prandaj pra kjo është një alternativë e re, e cila në një farë mënyrë shfrytëzon atë vakumin apo boshllëkun diplomatik i cili gjithnjë ka qenë prezent nëpërmjet Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, Turqia do të theksuar se ka qenë tradicionalisht mbështetëse e pavarësisë Kosovës dhe në kohët e fundit është duke luajtur një rol aktiv politik dhe ushtarak në Kosovë. E qartë, zoti Çarimi, sa pesh reale ka një njohje si ajo e Sirisë pra në rritjen e pozicionit ndërkombëtar të Kosovës, apo bëhet fjalë nga ana tjetër më shumë për simbolik politike se sa një ndikim praktik, sepse Beogradi e ka cilësuar këtë njohje si goditje të drejtë për drejtë ndaj Serbisë, ndërsa diplomacia e Kosovës e ka përshkruar si një fitore strategjike për legjitimitetin ndërkombëtar. Do të thosur se të dyjat edhe ajo simbolike si dhe ajo praktike e luajnë rolin e vet. Dhe mund të themi që simbolika shpesh shndrohet në një kapital politik. Prandaj kjo lëvizje nuk ndryshon ndonjëherë pozitën juridike apo ligjore në institucionet edhe institucionale të Kosovës në arenën ndërkombëtare, por megjithatë forcon edhe perceptimin e saj si shtet që po zgjerohet gradualisht në hartën diplomatike globale. Dihet Siria deri para pak vitesh ka qenë aleate e ngushtë e Rusisë, pra ka qenë në një linje me shtetet që nuk e njenin Kosovën. Por vendimi për njohje megjithatë do të theksuar se e sinjalizon një ndryshim të madh në boshtet e aleancave ndërkombëtare. Pra, duhet të them se kjo është një lëvizje që tregon se edhe regjimet tradicionalisht pro-serbe dhe pro-ruse po i rishikojnë qëndrimet e tyre në ndikimin e faktorëve të ri në raport me Kosovën apo njohjen e Kosovës. Në bazë të kësaj, zoti Çarimi, a kemi të bëjmë tashmë me një balancim të natyrshëm të forcave në rajon pra pas viteve të dominimit rus? Është çështje që nëse e trajtojmë këtë temë në soza ballkanike, me të vërtetë ka ndryshime të mëdha, sepse tash sa i përket atina ekuivalimit të armatimit në Ballkan, mund të themi tash që Kroacia her pas here qëndron më lart në rangimin ushtarak në raport me Serbinë, por edhe Kosova tash nuk mund të themi që është e përqendruar vetëm në mbrojtjen toksore, por tash duke marrë shumë dron me mira dron nga Turqia, të cilat rolin e tyre apo efektin e tyre e kanë dëshmuar edhe pas agresionit rus në Ukrainë. Do të themi që tash kemi lëvizur nga ai qëndrim statik territorial, po në një farë mënyre, tash jemi në një farë mënyre në një shkallë më të lartë ku mund të vëzhgojmë, përgjojmë, po edhe të mbrojmë në një farë mënyre edhe fushën ajrore mbi territorin e Republikës Kosovës. Por megjithatë nuk mund të themi që jemi balancuar, jemi barazuar me arsenalin e armatimit që e ka Serbia, por fatmirësisht ne e kemi edhe KFOR-in, i cili pra është autorizuar nga NATO të ruaj kufit territorin toksor dhe ajror të Kosovës. E qartë, mirë, zoti Çarimi, ndjekemi tjetër insert më pas të rikthehem. Në një rajon ku siguria është e brisht, çdo blerje armësh përmban më shumë se sa kapacitete teknike, ajo barta dhe mesazhe politike. Kështu ndodhi edhe me blerjen e fundit të mira dronëve turq nga Kosova, e cila shkaktoi reagime të furishme në Serbi. Presidenti Aleksandar Vučić u shpreh të merruar me sjelljen e shtetit turk dhe akuzoi atë se ndërron ringjalljen e perandorisë osmane. Përkundër përpjekjeve, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të marrë ndonjë reagim nga Ankaraja, por për ekspertët e mbrojtjes, zemërimi lidhet me efektin e drejt për drejt të dronëve. Në thelb ata rrisin koston e çdo operacioni ushtarak kundër Kosovës. Nga përvojat e ushtrive në terren, shohim se dronët kanë aftësinë të shkaktojnë forcave armike shpenzime të mëdha, thot për programin Exposed të Radio Evropa e Lirë, Kegler Kurç, ekspert në industrinë e mbrojtjes nga Universiteti Abdullah Gul në Ankara. Kosova e prezantoi blerjen si hap drejt një forcimi të kapaciteteve mbrojtëse, ndërsa NATO ja paralajmëroi se çdo veprim ajror duhet të koordinohet me misionin e saj në Kosovë KFOR. Ky mision mbikëqyr hapësirën e ulët ajrore të vendit, e cila së fundmi është shkelur nga dronë të dyshuar të Serbisë, sipas autoriteteve në Kosovë.
dy vendet janë duke shpërsuar retorikën dita ditës me akuzat të ndërsjellta për provokime dhe shkelje të sigurisë rajonale. Mirë, zoti Sherimi, si e shihni blerjen e dronëve tursh pra nga Kosova, ku sërish presidenti serb Aleksandar Vučić e sheh si kërcënim? Po, Aleksandar Vučić të përdor në mënyrë qëllimshme retorikën antiturke, si një instrument për mobilizim më tepër të opinionit brendshëm serb. Dhe për zhvendosjen e vëmendjes nga krizat e brendshme politike, ekonomike dhe demokratike që po ndodhin në kohët e fundit, muajt e fundit në Serbi, siç edhe ju jeni të njohur. Prandaj themi se kjo strategji është pjesë e një modeli të njohur në politikën e tij, krijimi i armiqve në thojza të jashtëm, vetëm sa për ta forcuar kontrollin e brendshëm dhe për të ruajtur legitimitetin në moment të këtij presioni as madh. Prandaj themi se Vučići nuk e sulmon drejt për drejt Turqi në nivel diplomatik. Marrëdhëniet ekonomike se që dini janë jashtëzakonisht mira mes këtyre dy shteteve, po përdor tonë nënkuptuese në një lloj diskurs publik. Prandaj ai e paraqet Ankaran si forcë që manipulon kinse me shtetet muslimane të rajonit kundër Serbisë, si në rastin e kur kemi të bëjmë mas pari me Sirinë atje, me Kosovën dhe me Bosnën. Prandaj kjo e tëra i lejon atij të aktivizoj ato instinktet nacionaliste për opinionin publik, pa përshkallëzuar realisht marrëdhëniet me një fuqi të rëndësishme ekonomike siç është Turqia. Pra, themi se është një nacionalizëm i menaxhuar, me shumë për konsum brendshëm se sa për veprim të jashtëm. E qartë, por zoti Sherimi, sa ndryshon kjo blerje ekuilibrin ushtarak midis Kosovës edhe Serbisë dhe a mund të frenohet çdo incident i mundshëm nga Beogradi përmes këtij faktori dronësh, sepse ekspertët e mbrojtjes kanë vlerësuar se dronët e rinj turqë rrisin ndjeshëm koston e çdo ndërhyrje të mundshme ushtarake kundër Kosovës. Po shumë saktë paraprakisht vetëm e thash që fatmirësisht ne tash nuk jemi të ngulitur vetëm në territore të forcave mbrojtëse të Kosovës, vetëm sa i përket sipërfaqes toksore. Po tash në një farë mënyrë kemi një lloj potenciali që e vëzhgojmë edhe hapësirën e Kosovës, si edhe mbrojmë nga sulmet që mund të vinë nga ajri të Kosovës. Prandaj blerja këtyre dronëve turq nga Kosova, veçanërisht modelet e avancuara, të cilat janë përdorur edhe në Ukrainë dhe po përdoren, Bayraktar TB2 dhe sistemet tjera që janë më të lehta taktike, themi që ndryshojnë në mënyrë dukshme raportin e forcave në terren në Ballkan, pra kur bëhet fjalë mes territorit të Kosovës dhe Serbisë. Prandaj saktë është ajo që thuni se rrit ndjeshëm koston e çdo ndërhyrje të mundshme ushtarake kundër Kosovës, sepse ju dini edhe në rastin e fundit në Bojnsk, edhe pse nuk u përdoren dronët, megjithatë Kosova pra ka një potencial shumë më të përgatitur të armatimit se sa që kjo është më herët, po lëre tash me blerjen e mirë të dronëve nga Turqia, pra në një farë mënyrë mund të themi se Kosova tash e zotron në një masë edhe kontrollin e hapësirës ajrore përmes dronëve të tillë që i ka blerë nga Turqia dhe ka fituar një avantazh strategjik menjëhershëm. E qartë, zoti Sherimi, nga ana tjetër, provokimet nga ana e Serbisë janë duke testuar dhe kufit e durimit dhe të sovranitetit të Kosovës, sepse sipas autoriteteve në Prishtinë hapësira ajrore e Kosovës është shkelur disa herë nga dronë të dyshuar serb. Po themi se edhe NATO disa herë është aktivizuar, sepse mund të them edhe nga jeta reale, unë banoj në pjesën veriore të Kosovës dhe në situatat e tilla unë i vrej edhe fluterimet e shpeshta të helikopterëve të NATO-s dhe me të vërtet këta neve na ruajnë në mënyrë të plot, ruajnë stabilitetin rajonal në Kosovë dhe të gjitha këto lëvizje që i bën ushtria e KFOR-it janë për të shmangur çdo përplasje të panevojshme me Serbinë. Prandaj sidokudo në një farë mënyrë, jo ashtu siç thatë edhe më herët, NATO përmes misionit të KFOR-it mban kompetenca mbi sigurinë ajrore dhe toksore në Kosovë, si pjesë e mandatit, siç e dini, bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Prandaj kjo nuk kupton se asnjë operacion ushtarak përfshirë dhe fluturimit të dronëve të armatuese nuk mund të zhvillohet mbi territorin e Kosovës nga forcat e sigurisë të Kosovës pa koordinim me KFOR-in. Pra, siç e dini, është autoriteti suprem i sigurisë. Pra,
paralajmërimi nuk vjen si kufizim ndaj Kosovës, por si kujtesë që ekziston një kornizë ligjore ndërkombëtare që ende e mbulon vendin tonë. E shërzëshërimi se i përket NATO-s ka theksuar se çdo veprim ajror në Kosovë duhet koordinohet me KFOR-in, ashtu si e tha dhe ju, pra duke rikujtuar këtu edhe kontrollin ndërkombëtar mbi hapësirën ajrore të vendit, por a tregon nga njëra anë ky paralajmërim i NATO-s mungesë besimi ndaj institucioneve të sigurisë së Kosovës, apo është nga ana tjetër një mas për të shmangur çdo përplasje të panevojshme me Serbinë edhe mbas provokimeve të fundit që është bërë nga kjo e fundit? Po siç e tham, edhe në pyetjen e juaj të mëhershme dhe përgjigjen time, këto çdo gjë shkon në mënyrë të koordinuar mes të forcave të sigurisë të Kosovës dhe KFOR-it. Prandaj pra këto nuk kemi të bëjmë me asnjë kundërthënie, asnjë kundërshtim, po të gjitha këto mirën në koordinim me KFOR-in, dhe KFOR-i është alfa dhe omega, e cila e mbron pra territorin e Kosovës, qoftë toksor dhe ajror. Pra nuk kemi të bëjmë këtë me ndonjë tension mes të forcave të sigurisë Kosovës dhe KFOR-it. Pra mandatet janë jashtëzakonisht mirë të qarta, të shprehura dhe ligjore. E qartë. Mirë, zoti Sherimi, për ta mbyllur sepse kemi arritur në fund tashmë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka cilësuar afrimin e presidentit serb Aleksandar Vučić me Rusinë, Kinën dhe Iranin si një rrezik për stabilitetin rajonal, ndërsa ka nënvizuar nga ana tjetër dhe orientimin e qartë të Kosovës drejt NATO-s. Apo formësohen tashmë dy bloqe të qarta gjeopolitike në Ballkan për të orientuar drejt NATO-s dhe tjetri drejt Rusisë dhe Kinës, dhe çfarë nënkupton kjo edhe për të ardhmen e sigurisë rajonale? Shumë saktë, shumë prononcim i qartë i presidentës Osmani, sepse me vërtet ajo ka përcaktuar konkretisht atë reflektimin e qartë të orientimit strategjike në rajon. Prandaj themi bloku pro NATO jemi ne, Kosova, Shqipëria, Malizi dhe mund me thonë pjesërisht Maqedonia e Veriut, po jo në tërësi, të cilët kemi një orientim euro-atlantik dhe synojmë integrimin e plot në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ndërsa ky bloku tjetër pro-rus, i cili në aleancë më të gjerë është i lidhur me Kinën, Iranin e tjerë, me Korenë e Veriut, këtu përfshihet Serbia. Dhe pra këto ka elementet forta të cilat janë duke u qasur në këtë kahje, pra në këtë drejtim, po këtu hyn edhe një pjesë e Bosnës dhe Hercegovinës, pra elementi serb. Prandaj, pra këta janë përcaktuar, domethënë respektivisht kemi të bëjmë këtu vetëm me Serbinë, kjo është përcaktuar në këtë aleancë, pra Rusi, Kinë, sepse është lidhur edhe nëpërmjet aspekteve ekonomike, energjetike, e mbi të gjitha ushtarake me Moskën, Pekinin dhe në rastet veçanta kemi Teheranin e gjithashtu edhe Korenë e Veriut.